Drejtori i Policisë së Tiranës, Oliger Torba, ka bërë një bilanc të punës për muajin maj dhe 2 javët e para të qershorit, duke u ndalur gjërësisht te disa nga ngjarjet më të rënda kriminale që kanë tronditur kryeqytetin. Gjatë konferencës për shtyp, fokusi kryesor ishte vrasja e ndodhur pak ditë më parë në Paskuqan dhe zhdukja misterioze e 34 vjeçarit Eglant Koçi. Për vrasjen e 27 vjeçarit në Paskuqan, ku autori i dyshuar Sadik Llanaj është ende në arati, drejtori Torba bëri të ditur se policia ka ndërmarrë një operacion të gjerë për kapjen e tij. Autorin e dyshuar të vrasjes, Sadik Llanaj. Unë gjej rastin të falenderoj qytetarët pas njoftimit të bërë nga ana jon. Kemi pas një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe shumë informacione lidhje me personin e dyshuar. Për këtë arsye, siç e kemi bërë me dia dhe në vend ngjarje, nga ana e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, është ngrit një grup duke pas parasysh të rrezikshmërinë e autorit të ngjarjes dhe pothuajse janë ushtruar mbi 20 kontrolle banesash, kryesisht në vendet ku ne kemi pas dyshime të arsyeshme dhe aktualisht vijon puna për kapjen e këtij personi për shkak të rëndësisë të operacioneve. U thash edhe në intervistën që dhash para jush, është angazhuar dhe po vijojnë të angazhohen forcat e RENEA dhe mendojmë që shumë shpejt do kapet ky person. Kemi pas një bashkëpunim dhe informacion shumë të vlefshëm nga qytetarët. Na kanë informuar pas herës lidhje me dyshimet që mund të kishin pasur për vendodhjen e këtij personi. Besoj që shumë shpejt do kapet. Në lidhje me zhdukjen e Eglant Koçit, një ngjarje që policia e vlerëson si sensitive, kreu i Policisë së Tiranës sqaroi se është ngritur një grup i posaçëm hetimor që po ndiqet nga struktura e krimeve të rënda. Sipas Torbës, hetimet janë bazuar në indicie të marra nga familjarët dhe kërkimet për gjetjen e trupit të 34 vjeçarit janë përqendruar kryesisht në rrethinat e Tiranës. Në këtë proces, policisë është bashkuar edhe ndihma nga FSK-ja. Megjithatë, deri në këto momente nuk ka një rezultat konkret. Në lidhje me këtë ngjarje, është një ngjarje goxha sensitive. Nga ana jon për zbulimin dhe dokumentimin e eventualisë kriminale të kësaj ngjarje është ngrit një grup i posaçëm hetimor. Indicia në lidhje me këtë ngjarje është marrë nga familjarët e të dyshuarit, të humburit. Fillimisht strukturat e komisariatit numër 2 kanë kryer gjithë veprimet procedurale, ku është bërë dhe marrja e kallëzimit si dhe veprimet e tjera procedurale, pastaj duke bërë një analizë të thelluar të ngjarjes, është gjykuar dhe hetimi po ndiqet nga struktura e krimeve të rënda në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë. Me të drejtë ju thoni, nga ana jon dhe aktualisht që po flasim, është një strukturë e posaçme që po kërkohet në lidhje me trupin e shtetesit Eglant Koçi. Kërkimet janë përqendruar kryesisht në rrethinat e Tiranës, mes kufirit ndarës Elbasanit dhe Tiranës. Aktualisht, krahas shërbimeve të policisë së shtetit, në ndihmë na ka ardhur një njësi e posaçme nga FSK-ja. Po vijon kërkimi, deri tani nuk kemi pasur një rezultat konkret. Janë kontrolluar shumë zona, të cilat ne kishim dyshimet tona, pas një analize që kemi bërë. Aktualisht nuk kemi ndonjë rezultat konkret lidhur me trupin. Përveç këtyre 2 rasteve, Drejtoria e Tiranës ka dokumentuar brenda një kohe të shkurtër edhe 5 ngjarje të tjera të rënda kriminale, mes të cilave plagosjen e një punonjësi policie, si dhe vjedhjen me armë të një argjendarie në Kamës. Gjatë kësaj periudhe, Policia e Tiranës ka evidentuar 1436 vepra penale, me një përqindje zbardhjeje prej 92.6%.